Janë bërë 13 ditë nga rasti rrëmbimit dhe plagosjes së qytetarit serb nga Leposaviqi Milan Vukashinović, i cili gjendet në gjendje të rëndë shëndetësore. Familjarët që nga 1 nëntori, data kur dyshohet se Gjandarmeria serbe hyri brenda territorit të Kosovës në Leposaviq dhe ka rrëmbyer shtetasin e Kosovës, nuk kanë arritur të flasin me Vukashinovićin. Por ish zëvendës ministri Radoica Radomirović, i cili ka afërsi me Milan Vukashinovićin, thot për TVN se përveç operimit që i është nënshtruar në boshtin korrizor dhe largimin e veshkës të mërkurën, Vukashinović i është nënshtruar edhe një operimi tjetër. Sipas tij, mjeku përgjegjës nuk është lajmëruar për të dhënë detaje të tjera. Svog sina Milana. Në ditën e 9, nëna e tij në orat 12 telefonon spitalin, sikurse sot është përgjigjur Zoran Patrushić, i cili thotë se Milani ka lëndim të rënd në kyçin e këmbës dhe se duhet të operohet. Ky operim sipas fjalëve të tij është planifikuar për sot, por para 10 minutave u dëgjova me nënën e Milanit. Mjeku nuk është lajmëruar asdje as sot. I kanë thënë se do të lajmërohet gjatë ditës së sotme, kështu që nëna nuk ka informata për gjendjen e birit të saj. Nikakve druge Radomirović pret që për këtë rast të deklarohen edhe institucionet e Kosovës. Što ću ja ju učiniti? Në lidhje me ngjarjen, unë kam bërë gjithçka që të arrihet deri te vërteta, por presim dhe shpresojmë që së shpejti të deklarohet edhe Ministria e Brendshme e Kosovës. Po pres nga Ministria e Brendshme e Kosovës të deklarohen dhe jam i bindur se ata i kanë të gjitha informatat e duhura, e dinë gjithçka që ka ndodhur. E pas rrëmbimit të qytetarit serb nga Leposaviqi, të njëjtit i është konfiskuar telefoni dhe më pas janë arrestuar disa persona në Nish të Serbisë si bashkëpunëtor të tij. Presim çfarë do të deklarohen në Beograd, çfarë përgatiti kuzhina e Vučićit, a mund të trilloj diçka. Njerëzit e burgosur në Serbi që ndërlidhen me Milan Vukashinovićin nuk kanë lidhje me të, janë njerëz të ndershëm dhe nuk është krim se njihen me Milan Vukashinovićin. Institucionet në vend kanë bërë thirrje që ky rast të hetohet nga faktori ndërkombëtar dhe të ndalin Serbinë së provokuari me akte të tilla.